الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na e bani nasib me emrit këtë të gjuma mubareke dhe me shpresu që pas pak ditëve të gjithë ne me u bë pjesë e muajit të mëndshëm të Ramazanit. Dhe sa bukur tingëllon në mesin e besimtarëve musliman anë e manë botës, fjala muaji i mëndshëm i Ramazanit. Subhanallah, ka një gëzim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe ka një bekim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe është një mirësi e pa llogaritur për gjithë secilin prej nesh ky muaj i begatë. Çdo njeri i cili ka dyshimin më të vogël për vlerën e Ramazanit, i them me zemër të madhe e me zemër të hapun. Mos shiko as djathtas e as majtas. Dhe mos kërko për argumente andej dhe këndej. Por shih mënyrën se si muslimanët e presin muajin e mëndshëm të Ramazanit. Edhe shih se si besimtarët musliman anë mban botës përgatiten për muajin e mëndshëm të Ramazanit. Dhe shih se si njerëzit gëzohen e madhëngjehen e përmallohen për muajin e mëndshëm të Ramazanit, për të kuptuar vlerën dhe madhështinë e këtij muaji të begat, po për të kuptuar shpërblimet e pallogaritshme me të cilat Zoti i gjithësisë na sheh me mëshirën e tij të gjithëve ne nga lindja në Perëndim. Nga ky mimber i kësaj xhamie të zbukuruar me dritën e zemrave të njerëzve të pallogaritur. I dërgojmë salavate dhe selame pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe sa është gëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam kur Islami mbërrinte në një vend dhe në një tjetër. Dhe sa është lodh pejgamberi alayhi salatu wasalam për të mbërrit Islami në çdo cep të botës. Dhe me sa krenari legjitime e me sa dashni të madhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na tha, duke na ba me uni krenar edhe duke na nxit me punu fort për këtë Islam, atë ditë kur dëshmoj me të madhe la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar. Pa tjetër që do të mbërri kjo çështje, pra ky Islam ku ka mbërrit nata dhe dita. Dhe ja ku jemi në zemër të Vienës, e në zemër të Europës. Dhe ja ku janë shqiptarët që mbushin ambientet e tyre, xhamit e tyre, që për herë janë ma të vogla e ma të vogla, për numrin e madh të baballarëve, e të rive, e fëmijëve, e nanave, e motrave, e bijave fisnike, që vinë dhe vërshojnë nga çdo cep, si për të panë sjelljen dhe rrugëtimin e tyre, ajetin kuranor wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. I sheh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut turma, dhe shikoni shqiptarët turma në çdo cep të Europës e të botës, në Amerikë, në Australi, në Kanada, gjithandej në përbot, turma që mbushin xhamit e tyre për të përkushtuar Allahut Azza wa Jall, i cili hap një stinë të re të adhurimit e të përkushtimit për gjithë secilin prej nesh, që quhet Shahru Ramadan, muaji i Ramazanit. Po çfarë është ky muaj i Ramazanit? Dhe çfarë peshet ka ky muaj i Ramazanit? Dhe kur u obligu muaji i mëndshëm i Ramazanit? Që në ditën e parë, jo
që në vitin e parë, jo, u obligua agjërimi i Ramazanit në vitin e dytë të hijretit. Pas shumë vitesh e përgatitjesh për të naltësu muslimani me mbrit në gradën e agjërimit. Vetëm kjo, vetëm ky fakt, na mjafton për të kuptuar se nuk mund të agjërosh ashtu fillikat, i pa përgatitun, pa ardh në gradën e dikujt që e meriton, me një gjuhë thirrjen e Allahut Azza wa Jall që thot: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Agjërimi është i imi dhe vetëm unë e jap shpërblimin për të. Në vitin e dytë të hijretit u ba obligim agjërimi i Ramazanit. E që do të thotë se pejgamberi unë alayhi salatu wasalam ka agjëru sa 9 Ramazane. Edhe pyetja që unë i drejtoj gjithë secilit prej të pranishmëve, duke e shiku me zemër dhe në sy me shumë dashamirësi, është: po ti i dashton, sa Ramazane ke agjëru deri më sot? Dhe çfarë kuptimi ka për mua dhe për ju me e pa veten në pasqyren e muajit të mallnueshëm të Ramazanit dhe me thanë kështu në heshtje: ja Rob, elhamdulillah, si mjet, këtë vit është viti i 15, viti i 30, viti i 40 për tike, viti i 60 për tike tjetër që agjëroj Ramazanin. Çfarë do të thotë? O, sa shumë do të thotë. Do të thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo vit që ta ka bërë të mundur ta agjërosh Ramazanin, të ka hapë dhe të ka dhënë një mundësi për të kthy drejt një marrëdhënie specifike dhe me unalsu në gradën e elitave të historisë së njerëzimit, sepse në fakt agjërimi i Ramazanit ka për qëllim me e marrë muslimanin nga niveli ku është sot dhe me enalsu në gradën e elitave. Që do të thotë, la'allekum tattaqun, që të jeni të përkushtuar. Që do të thotë, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Mas surës al-Fatiha, fillimi i surës al-Baqara. Dhalika al-kitabu la rayba fihi Huden lil muttaqin. Allah. Ky është një libër në të cilin nuk ka asnjë dyshim se është nga Zoti i gjithësisë dhe i cili është udhëzim për takvalit, për të devotshmit, për të përkushtuarit, për ata që i thret Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmjet muajit të mallnueshëm të Ramazanit, la'allakum tattaqun, që ju të nalsoheni në gradat e elitave, jo elitave njerëzore, elitave në sytë Allahut Azza wa Jall, i cili sërish na thot dhe na thot në çdo ditë të këtij agjërimi: as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është i imi dhe unë e jap shpërblimin për të. O robi im, këtë muaj të mallnueshëm e kam ba mundësi reflektimi për ty, për të pa në peshore në adhurimit tënd, dashnin ndaj mejet. Këtë muaj e kam ba enkas mes mejet dhe tejet. A jeti gati më ardh dhe me u angazhu, me u nalsu në gradën e ma të mirëve? As-sawmu li, agjërimi është i imi. Po ti, o robi im, a je imi? Po unë, o robi im, a jam i joti? Pyete veten tane, a jeti i Allahut? Allahu Azza wa Jalla i cili thot në Kur'anin famëlart: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Të Allahut janë çdo gjë në qiell dhe në tokë. Edhe unë edhe ju, të gjithë ne jemi të Allahut. Jemi mësuar që kur kemi ndonjë fatkeqësi të themi: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Kret treguesit e gjithësisë, kret argumentet në horizonte, kret ajetet e Kur'anit dhe dëshmit e pejgamberit alayhi salatu wasalam na marrin për dorë dhe na tërheqin për të thënë: ne të Allahut jemi. Tek Allahu do të kthehemi. Çdo gjë është Allahut, edhe unë jam i Allahut.
mirë po, a kam unë aftësinë me thanë, po, unë jam i Allahut. Dhe a e dim ne se çfarë do të thotë me e thanë muslimani, unë jam i Allahut. Unë jam i Allahut. Unë jam i Allahut do të thotë me hy në këtë medrese të madhe, të këtij muaji i mubarak, edhe me unalcu drejt lartësive të më të mirëve të historisë e njerëzimit, duke lanë pas kret fulliqësit, kret prapësit, kret gjunahet, gibetin, thashethemet, parazitizmin, humjen e kohës, pa rregullësit në marrëdhënie me njëri tjetrin, mungesën e disiplinës në jetë, mungesën e rregullit në familje, mungesën e çdo gjaje për të cilën njeriu nesër do të bëhet pishman para durve të Allahut Azza wa Jall. Por, kujdes, sot e kemi mundësinë me punu dhe me u angazhu fort, edhe me u korrigju, edhe me u përmirësu, edhe me kërku falje, edhe me thënë ja Rab, me krye në sejdë, unë jam robi jo gjunahqar. Unë që vetëm ti e din se çfarë kam bërë dhe çfarë veproj. Unë që edhe vetiu jam i paaft me i përmbledh gabimet dhe gjunahet e mia. Unë ja Rab, me kret male e male gjunahesh po vi para durve tuja. Më fal të lutem. Të jap fjalën që do kthehem. Sepse unë nuk jam i shejtanit, dhe unë nuk duhet të jem i shejtanit, sepse Allah subhanahu wa ta'ala më ka sjell në këtë botë për të mos keni shejtanit, dhe më ka thënë që ditën e parë, inna shejtane lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ai është armiku juaj. Shejtani është armiku juaj. Konsiderojeni të tillë. Dhe njëkohësisht ka thënë Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është miku dhe mbështetësi e ma i dashtuni i atyre të cilët kanë besu, i nxjerr ata nga errësirat, adh-dhulumat, shumës, errësirat e gjunahut, errësirat e gabimeve, errësirat e fjalëve të pamatuna, errësirat e adhurimeve të pakryme, errësirat e adhurimeve në hutim, errësirat e zemrës së hutuar, pa dhikr, pa lexim Kur'ani, pa dritë Zoti. I nxjerr nga të gjitha këto errësira shumë më shumë se kaq, ila nur, drejt dritës. Na vjen muaj i mallnueshëm i Ramazanit për të thënë lanet shejtanit. Mirë po ti nuk ke hiç nevojë me thënë lanet shejtanit, se e ka bë Allahu lanet atë për ty. Dhe të ka thënë, o robi im, në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, kret kjo sipërfaqe e tokës, e kret horizontet janë të pastra nga ndikimet e shejtanit të mallkuar. Do të shihet shejtani nga prezenca e jetës për këtë muaj, vetëm e vetëm që ti me unalsu në gradet e më të lartëve. La'allakum tattaqun. Do të surgjunosen, do të prangosen shejtanët që kret kjo sipërfaqe, e kret kjo hapësirë të jetë bosh vetëm për besimtarët. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i përmend besimtarëve për agjërimin e Ramazanit, se po ju vjen një muaj me këto vlera të mëdha, ju thot fa arullaha min anfusikum khaira. Tregojini Allahut nga vetja e juaj khaira, më të mirën. Po na vjen muaj i mallnueshëm i Ramazanit. O sa gëzim i madh, pasha Allahun. O sa gëzim i madh, pasha Allahun. Me e prish krejt sistemin e vitit. Me e prish gjumin, me e prish sistemin e ushqyerit, me e prish sistemin e dëfrimeve, me e prish sistemin e kohës së lirë, me e prish sistemin e deri të marrëdhënies që kemi me adhurimet në vetvete. Deri sunetet na bëhen si farze. Deri farzet na 10 fishohen e na 100 fishohen. Deri Kur'ani na vlen edhe më shumë. Deri sunetet të posaçme si namazi teravis, 20 rekate të plota sunet i fort, me konsensusin e krejt ulemave të ummetit, për qëndru krejt ummeti i lidhën deri në sunete,
Si për të na thënë mos ikni nga rruga e pejgamberit tuaj alayhi salatu wasalam, sepse në këtë muaj syneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam përshon sa një farz. Men ata ar-rasul faqad ata Allah. Ai që i bindet pejgamberit i është bind Allahut. Hajdini dhe binduni pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nga momenti i të zgjuarit në syfyr, për të cilin thotë se syfyri ka bereqet. Hajdini dhe binduni pejgamberit alayhi salatu wasalam që në syfyr, për të cilin na jep një myrje të madhe. Dhe çfarë myrje? Allahu Ekber. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Allahu dhe melekët e tij bien salavat për el mutasahirin, ata që zgjohen në syfyr. Allahu Ekber. Çfarë për kjo mrekulli e madhe? Pa mrit mirë Ramazani, që në akshamin e parë të Ramazanit lajmërohet me të madhe se shejtanët janë surgjunos, janë prangos, dhe besimtari tashma ka një mrekulli të madhe para durve të tij, një marrëdhënie të jashtëzakonshme me Zotin e tij. Pa mrit mirë dita e parë e Ramazanit, ti zgjohesh në syfyr me bekimet e Allahut. Dhe fol pasaj për krejt ditën e agjërimit, në të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam na porosit mua dhe ju duke thënë, kujdes, kujdes. Ai i cili nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të vepruarit me të, ta di se Allahu nuk ka nevojë që të qëndroni pa ngrënë dhe pa pi. Kjo nuk është çështje materiale të dashnit e mi. Mos thot dikush që marova barku, marova koka, mos më flitni se jam me nerva, largojnë prej meje se jam agjërueshëm, nuk dal në punë, nuk shkoj në shkollë, nuk. Jo, meseleja është shumë më e madhe se kaq. Meseleja nuk është materiale. Meseleja është me mendu që në ditët e agjërimit të Ramazanit kanë edhe luftu për hir të Allahut Azza wa Jall. Sa betejë janë zhvilluar në Ramazan, që do të thotë se e janë t'japim besën Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ta agjërojmë Ramazanin dhe të zhvillojmë betejat tona të çdo dite të Ramazani për t'u paqësuar me Allahun, për t'u afruar me dashninë e tij, për t'u rritë në besimin ton, për t'u paqësuar me Kur'anin, për ta shfletuar siç duhet atë, për t'u paqësuar me njëri tjetrin, për të kërkuar për njëri tjetrin, për ta ndihmuar njëri tjetrin, për ta mbështetur njëri tjetrin, për ta falë njëri tjetrin, nëse kërkojmë faljen dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall. Të dashtun dhe të shtrenjtë, me zemër të mirë muajin e begat të Ramazanit. Allahu Azza wa Jall e begatov për të gjithë ne, për të dashunit tanë, për të shtrenjtët tanë në këtë vend e në vendlindje e kudo qofshin, e ardh i bardh për ne dhe për mbar ummetin e Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, duke sjell me vete myxhdet e panumërta me të cilat Allahu Dhul Gjelal begaton agjëruesit hak, të përkushtuarit hak, të angazhuarit hak, për t'i dhanë hakun çdo dite, madje thuaj çdo momenti e çdo fryme prej frymëve të muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Inshallah e presim me zemër të bardhë e me zemër të mirë, e të gëzojmë bashkarisht me këtë mirësi të madhe e këtë stinë bekimesh nga Zoti i gjithësisë. Ju du për hir të Allahut dhe lutem për gjithë secilin për jush, Allahume na bashko në sofrat e ma të mirëve dhe na udhëzo në rrugën e ma të mirëve dhe mos na ndaj asnjëherë nga drita e ma të mirëve dhe na e begato çdo ditë dhe çdo frymë tonën në rrugën e afrimit drejt dashnisë tane. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Do të thotë në fjalë të tjera, si të na drejtohej duke na thënë